Selamu alejkum, posedoj dukat që zbukurona me të. Dhe sasia e cilët është që obligohet zekati. Mirë po nuk posedoj para për të nxjerrë zekatin. Çfarë duhet të veproj në këtë rast? Pra si duket do me thonë që është dukat për zbukurim. Gruaja që zbukurohet me dukat. Dhe ka arrit nisabin, sasin që obligohet gruaja që të jep zekatin, 85 gram. Mirë po nuk ka pare me dhonë zekatin. Çfarë duhet të bën? Duhet që një pjesë të dukatit prishet, edhe qipët zekat. Thot njoni prej neve, nëse e prishmi që shtu atëre, shkojmë, usos, nuk sosu. Për shkak se për ata Allahu Azza wa Jalla ka bot 85 gram, 85 mjafton gruajes për zbukurim. Se gruaja ka nevojë të zbukurohet me dukat dhe me argjend, nga se dukati ja shton hormonët. Deri në 85 gram, si të kaloje përmi 85 gram, veç e damton dhe e ranon. Tamam? Atëre nëse ajo do në muranuën, atëre të jape zekat. Ndërsa burri haram e ka dukatin, për shkak se ja prish hormonët, e ban pangjenje, heki zinxhir në qafë, për shkak se janë për femra. Ta po masi gratë i bajnë, pëse na mos mi bajnë? Gratë i bajnë, me jeshtu hormonët. Ndërsa ti i banë, zvoglohen, edhe bash pangjenje. Pasaj s'ka fëmi, ka fëmi, do dhe problemet të cilat i paraqiten, për shkak që qafarës tonë. Ti e prish vetën tonë, se Allah në tanë si e të ndëgju. Kjo gru çka duhet të vepron? Kjo duhet të aprish një pjesë zekatit, të dukatit, dhe të jep zekat. Të njoni mëra kam nisë nëse anë për zbukurim as si fistan. Do thonë dukati nëse anë si zbukurim, i zbukurohet burrit. Edhe pse gratë të cilët i zbukurohen burrit. Ku i keni pa ato gratë që i zbukurohen burrëve, inshallah. I keni pa të shqiptarëta. Gruaja zbukurohet ndarsu. Që burri vetë mi dalë për para se njef nusën e vetë. Për këtë arsye vëllezër të ndërshëm, ka thonë asi fistoni. Fistoni që e ke ble grestoni, a mund është pastaj në pazar me qitë mas 10 vetëve me shita në ta blen dikush? Edukatin? A i eski shkash i vjetri edhe ma shtrejt. Do të thotë që kjo paska pesh. Pra ata dukati qovë dhe për zbukurim, mendimi ma i sakt, dhe unë i takoj ati mendimi, duhet për çdo vjet të jipet zekat nëse e mush motin dhe ka dukat më shumë se 85 gram. Kush duhet të jep? Burri? Jo. Ajo duhet të jep zekat. Nëse burri ban mirë ja jep, pranohet, s'ka problem. Nëse vjerri ja jep ja lan zekatin, s'ka problem. Amo vullnetarisht për ati. Nëse baba ja jep zekatin, në vend të asaj, s'ka problem. Amo këto nëse se japin, në xhenem ajo hin. Ajo duhet të aprish një bilizik, duhet një pjesë të dukatit të saj të aprish, derisa të bjerë në 85 gram. Nëse bjerë në 85 gram, atëre s'ka zekat. Atëre zbukurohet me ta derisa ta qallë. Allahu, Allahu, Allahu.